Një ngjarje e rëndë ka tronditur provincën në Itali, ku 4 antar të një familje shqiptare humbën jetën si pasojë e helmimit me monoksid karboni. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkaki i helmimit fatal ka qenë një defekt në kaldajën e banesës 3 katëshe ku jetonte familja. Ngjarja ka ndodhur ndërsa familjarët po darkonin, moment në të cilin gazi helmues është përhapur në ambientet e shtëpisë, duke shkaktuar fillimisht helmimin dhe më pas vdekjen e tyre. Alarmi është dhënë nga vëllai i kryefamiljarit, i cili pasi kishte tentuar disa herë të kontaktonte familjen, pa marrë asnjë përgjigje, është nisur drejt banesës. I shoqëruar nga karabinierët, ai ka trokitur disa herë në derë, por pa sukses. Pas hapjes me forcë së saj, autoritetet janë përballur me skenën dramatike të 4 trupave të pajetë të shtrirë në dysheme. Mediat italiane bëjnë me dije se viktimat janë Arti Kola, 48 vjeç, kryefamiljari, bashkëshortja e tij Jonida Kola, 43 vjeç, si dhe 2 fëmijët e tyre, Hajdar Kola, 22 dhe Jessica Kola, 15 vjeç. Vëllai i 48 vjeçarit, i cili hyri i pari në banesë, u transportua me urgjencë në spital ku ndodhet në gjendje kritike, pasi dyshohet se ka pësuar gjithashtu helmim nga monoksidi i karbonit. Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të verifikuar shkaqet e sakta që çuan në këtë tragjedi.